mos e mbaj dritën veç për vete. Du me fol prej zemre. Du me fol për një amanet që Zoti e ka vu mbi shpatullat e çdo besimtari. Por që shpesh na e harrojmë. Du me fol për thirrjen në rrugën e Allahut. Për thirrjen e njerëzve në mirësi, në dritë nur, në mëshirë, rahmet, thirrjen e njerëzve në islam. Allahu i lartësuam në Kur'an thot: kush është më i mirë në fjalë se ai që i thirr njerëzit te Allahu, bën punë të mira, e thot, unë jam prej muslimanëve. Të nderuam, a ka bre lavdi më të madhe se me qenë shkak sebeb që një zemër t'i afrohet Allahut vet? Pash Allahun, a ka shpërblim më të madh se me qenë sebeb, shkak që një njeri me gjetë paqen, selametin, që një shpirt me dal prej errësinave drejt dritës nurit të Allahut. Po hajde të pyesim zemrat tona. Hajde të vesim zemrat tona. Sa jemi të shqetësuar për këtë mision, për këtë emanet të Allahut Azza wa Jall. Sa jemi me të vërtet të angazhuar me i thirr njerëzit mirësitë e islamit. Apo ndoshta jemi bo egoista. Çka do të thot kjo? Jemi bo egoista. Po, jemi bo egoista. Se na e kemi një thesar pa çmueshëm që është Islami. Na kemi një dritë që na mbush zemrat. Kemi një paqe, një selamet që na qetëson shpirtin. Kemi një libër, një Kur'an që na bën hidajet e na udhëzon. Kemi një pejgamber dërguar të Allahut që na mëson. E megjithatë shpesh e mbajmë këtë thesar veç për vete. E fshehim. Nuk e ndajmë. Nuk ja ofrojmë tjerëve. Na kap frika për një fjalë të gabuar. Na kap frika për një reagim. Për një buzëqeshje të ftoftë. Por çka po humbim? Vlla motër. Çka po humbim? Asgjë. Absolutisht asgjë nuk po humbim. Dërsa çka po fitojmë? Fitojmë shpërblime që zgjasin sa përjetësia. Fitojmë afrimin te Allahu Azza wa Jall. Fitojmë mallshtinë e një misioni që ka mbajt pejgamberët dërguar te Allahu Azza wa Jall. Mos e harroni.
Mos e harroni, nuk është detyra jon me udhëzu zemrat. Nuk është detyra jon me udhëzu zemrat. Detyra jon është me i ftu ato zemra. E udhëzimi është në dorën e Allahut. Thirrja në udhën e Allahut nuk bëhet veç me fjalë. Thirrja në udhën e Allahut është me sjellje të mira. Thirrja në udhën e Allahut është me buzëqeshje. Thirrja në udhën e Allahut është me ndeshmëri. Thirrja në udhën e Allahut është me drejtësi. Thirrja në udhën e Allahut është me zemër që rrezaton dritë, rrezaton nur. Ndoshta një fjalë e jotja sot, ndoshta një qëndrim i joti nesër, ndoshta një shembull i yti pas nesër, ka mu kon sebeb shkak që një njeri një ditë me thonë La ilaha illallah. Nuk meriton të adhurohet askush tjetër pos Allahut. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mu dhe ty na ka thonë, nëse Zoti e udhëzon një njeri përmes teje, kjo është më e vlefshme se devët e kuqe. Devët e kuqe në atë kohë të Resulullahit ishin pasunia më e madhe e asaj kohe. Sot, kjo do me thonë, më e vlefshme se krejt bota e çka kanë ta. Ti me u bo sebeb dikush me thonë la ilaha illallah. Prandaj, mos hesht, mos u tërheq, mos u ftof. Bahu një thirrës i mirësisë edhe me një fjalë të vogël. Një këshill të butë, një vendim të drejtë e një lutje dua prej zemrës. Mos me dal para Zotit me dur bosh, të thonë, unë e kam dashur të Zot Islamin, por këto nuk ja thëjsh në askujt. Këtë me pas parasysh që mos me dal para Allahut, duke thonë unë e kam dashur Islamin, e kam dashur Islamin fen, por nuk ja thash kujt. Sot është dita me uzgju, sot është dita me marrë përgjegjësinë tonë, sot është dita me hap, me qel zemrat e njerëzve drejt dritës nurit të Allahut Azza wa Jall. O Zot, mban prej atyne që thirrin rrugën tënde. O Zot, banëm prej atyne që shpërndaj dritë nurin tënd. O Zot, banëm prej atyne që lo gjurmë.